që kus të dashëm a merë menja si një t'u knaq me mu, se Liberta sot pushim e ka, po se dim vitin 2018 a është ajo, a une. Edhe gjithmonë priveja e zgjedh personazhin e vitit, dhe gjithmonë e ka pas femër kurse kësaj radhe, si që ka shoni me udheq mashkull, do tjetë edhe një mashkull një super yll. Kush mund të tjetë taj, kush a merë menja? Pas Ledri Vulës, i bukur, talent, këndon bukur, ka shumë adhuruse, e dojmë gjithi madhe i vogël, e dim sa është edhe djali i Muhamit, Gjerin e përshëndesim shumë, dhe urojmë shumë sukses djali Gjerit, kush tjetë pas Ledri Vulës, ta shofim në vazhdim Ledri Vulën. Si vetë për karrierë artistike, definitivisht takon gjinisë mashkullore. Prive, tash 5 vite ndjek traditën e shpalljes së personazhit të vitit. Përgjatë kësaj periudhe kohore për të parën herë ky çmim i ndahet je mashkullit të estradës. E këtë trofe, për 2017 e ka një ndër emrat më të pëlqyer, Ledri Vula. Së pari si adoleshent me trendin e kohës, edhe në veshje, edhe në muzikë, teksa më vonë ndali veprimtarinë e tij në grup për t'u rikthyer si solo artist. Pikërisht këto, duke bërë dhe boomin më të madh në karrierën e tij. Ai shumë thjesht ka realizuar projektet e duhura në kohën e duhur, bashkëpunime të shumta me emrat më eminent të skenës. Shumica prej tyre hite të njohura që do të ngelen përgjithmonë kujtesë, ndërkaq duetet me femra janë përfolur shumë e nuk ka mbetur vetëm në një klip 3 minutash. Jo më kot, Ledri është një pako suksesi më vete. Dashuria për muzikën dhe aftësia e tij në këtë fushë e kanë bërë që të jetë një nga personazhet më të kërkuar të gjinisë mashkullore tek ne. Sukseset e tij janë të shumta e sidomos përgjatë vitit që e lan pas. Ledri ishte dhe është një nga ikonat e rap muzikës tek shqiptarët. Tani para jush prezantojmë personazhin e vitit 2017 përgjatë një interviste ekskluzive. Faleminderit prive që keni gjithë kohën gjatë gjithë vitit me na përcjell. Edhe si vjetë u konë një vit i trend, i palodhshëm, shumë punë, po i palodhshëm, ju mënu me pru sene të reja, edhe pa u nalë asnjëherë, i kom 8 projekte cilat i kom zirë si vjetë, krejt shokët e mi me Lumin, Pablo me Gjikën edhe Skerdin edhe Lumibin, u harrum, kom pas vetë një bashkëpunim tjetër, Nona me Young Zerkën, mas ne ka ardhur në Bire me Butën, mas ne kom pas edhe TTZ-n vetë, gjithashtu edhe dje sot me Noizin, edhe tash për fund vit veç dul konga Shtrajt me Gjikën edhe Lume. Shtrajt, edhe jetën për ta me jep. Shtrajt, edhe jetën për ta me jep. Se cili projekt i ka vedin kritikat e veta, nuk ka diçka që së shprisht, nuk ka diçka që së prit në raport projektin me Noizin, me nejtë që ju ko një vendim i dur, u ko një projekt i pritën për fonsave, kena shumë fonsat për bashk, edhe të ke fullit nëjna të bu muzik, hip-hop, edhe të ka lume do të me lume për mas, do të tardhmen, njerës do të me pa të ardhmen. Adi ka shumë njerës që zdojnë me të pa mirë bashk, që sa je i mirë ti që zdo me pa dy artista mirë bashk. Unë menoj që ju ko një kongë fort, edhe qash let ka dojnë konga, qash let i kena kry, edhe qash let ka shku, so që mu ka dhim që ka jetë qash shpet. Kujdi, Gjyra Azezën pëlqen shumë të njëjtën kohë dhe bardha, po një pi sene mas shumë të që më pëlqen të bardhëzisht që e hup kohën. Zakonisht gjyrat jënë të përparu e të përmirësu çdo ditë. Adin çdo ditë është një del një e verdhë ma e mirë, një e kaltët ma e mirë, por një e zezë ma e mirë s'po del, kështu që një farë mënyre se përcakton kohën. Senet që kom qef me met ma gjatë i bëj bardhëzi.
disa, asnjëherë si kom adresu dikujt kështu me disa, po atë njerë ka njerë kur shkruan dikujt mundet me ra pa vedi edhe dikush mundet me prek, po s'kom qa bëj. A vedin qysh, kush e ka mizën mas veshje, mundet me prek, po realisht me të kallëzu drejt as nuk i shoq aty për me adresu dikujt në dis. Po tash rival krejtën rival në industritë muzikës, po në rival ma të madhin e kom vetën, kom qef me mujt vetën në herën e kalume, gjithmonë kom qef me shkru një reptur të re, një rresht të ri që se kom bo ma herët, një flow të ri me nëzirë që se kom bo ma herët, kështu që gjithmonë shtyna me vetën. Që kjo pjesë ka njëherë ta hup atë pjesën e muzikës që e bën. Ka njerë a veden dikujt i pëlqen që zhveshësh, dikujt i pëlqen biti, dikujt i pëlqen teksti, dikujt i pëlqen të që shdokësh, dikujt a veden unë kom qef me koni kompletum tëna aspektet. Atë pjesën si Don Juan as nuk e shes diqysh, nuk o që e kom të fërt vetën në qef, bile as flok si krej, kështu, kallëzu drejt. Munona, edhe njerë që po thëmë, munona me pas këngë të forta edhe më do gëzirë me pas hije që ajo që e bëj. Për momentin jam shumë i lidhën me muzikë edhe qatë shumë jam të punu sa që ka njerë pi bëj vetës keq për shambull që tash jam pak smut se s'kom gjetë kohë heq me pushu edhe ama 2018 për pres me kohë viti ma i mirë dhe ishtë tash që ju kohë, kështu që për që atës jam të unallë të punu, momentalisht jam i lidhë veç me muzikë. Në të thonë si e dashuru? E dashuru tash. Qëto? Mutut nuk i kisha jep zër me ardhë muzika hip-hop dhe i qëtu kohë sot. Unë edhe me 100 probleme, nëse me ardhë me 100 probleme, kom mujtë me ardhë me një hit. Po kom dash me ardhë me hip-hop edhe gjithmonë kom kontribu që kjo muzikë që e bëj me ku sot ku është. Edhe sot është për zhanrëve ma të kërkume, ma të dëgjume. Konkurenca veç të shtinë më të bo ma të fort. Në momentin e parë që s'ki konkurencë, je rahat edhe as nuk e lodh kryt me menu. Si të ka konkurencë, dhezën turbinat 27 herë ma i miri. Që ashtu funksionoj unë, të fakto. As s'pedi ku e shumë, non stop, po më ndryshon viti për vitit, po më ndryshojnë ideat për idejave, po ndryshoj edhe unë si njeri, për vjetëve edhe. Momentalisht, se di, shumë jam të lyp pej muzikës, ku është sënë tanë, nuk e di, men, se di që jam veç po du me realizu të mesëm që ato që e kom kry sot. A din që s'kom naj plan, po du me po vetëm qëtu mas 5 vjetëve. Nuk kom naj farë qëllimi me dalë jashtë, ose me dhez jashtë, ose diçka, veç kom qërë me bu muzikë të mirë, edhe më mojtë men për diçka të mirë. është qaq i mirë sa që ja ka njës reperat e huj me na njoftë. A vedem po më shkrujnë reperat gjermane, po më shkrujnë qështu të pevreqi edhe s'po foli për Ballkan, se Ballkani gjithqysh, po reperat e huj i kanë këty sytë kanan, ashta këtu ka pak në ndikim edhe këto që kanë dhez jashtë edhe Rita, Dua, Era, e kështu i kanë këty pak sytë kanan, po kësë është veç ajo, se për në merë repit e na jena shumë në trend me jashtë edhe ka shumë njerëz talentum. Edhe t'ju pëlqen se neve po na del natyrshëm. Përderi sa tjertë e bojnë pak si ma me zërë, neve veç po na rrjedh. Edhe kishim pas pak ma shumë mundësi ose pak ma shumë banorë në shtetë, si që shiko Gjermania, ma me menja që shim konë shumë largë, shumë mirë shim konë. Edhe pse shumë mirë, edhe.
Po, une edhe jam me një klik, unë jam Nestor Music, jam Redbox Entertainment, ajo emni as nuk të lidh, as nuk të mon. A vedin dyshysh kur është kemistria duhet, kur janë shok të duhet, kur janë njerëz të duhet, ajo ka me jetë si klik, ka me funksionu edhe 110 vjetë, po emni s'do me thonë që të mon. Po unë jam me ekipën tem që i kam mas vetës dhe unë jam mas tëne edhe jena të funksionu shumë mirë edhe inshallah që kam nga shku që pështët. Qelësin e suksesit e kom përbi. Qelësin e suksesit veç punë, man. Dëshirë, unë veç kom dëshirë të madhe me fitu. Qashtu e kom pasë dhe në basket. Më kanë mujtë, për shembull, kom shku e kom kry treningun, te ma halla i kom shutu edhe 1000 shuta veç vetë, dhe sa s'kom marrë nesër, mi mujtë. A vedem veç dëshira e madhe për me fitu që e të bën mas një rruga qysh procesi, puna, ato vin vetë, ato e në sfida tjera, po veç dëshira e madhe për me fitu, that's it. Falenderuj, kisha falenderu krejt, çdo gjë që na rrethon, krejt kanë ndikim në çka do që të bën, secili ka ndikim si pozitiv, si negativ, ato negative mos milon asnjëherë me të pengu, se këto pozitive mi marrë mi shfrytzu për energji të mirë. I kisha falenderu prind që më rrim gati që i kam fansa shumë të qartë, sa bëjnë një sen me Zespres më shku mja lëshu. Fatonin, menaxherin tem, vllahun tem, që më rrin gati 24/7. DJ-in tem, ekipën tem, Big Bangin, me cilin punoj. Lumin, Gjikon, Skirbin, Flowin, Zokat, krejt ekipën tem, do më thonë që me cilët jam të punu, edhe pa cilët momentalisht nuk muj.